Ndodhen përpara kompleksit Arlis, ku ditën e djeshme rreth orës 16, ky kompleks është përfshirë nga flakët. Nuk është në fakt hera e parë që ndodh shkrumbimi i pallatit, pasi në 2021, kur pallati ka qenë në ndërtime sipër është shkrumbuar gjithë fasada. Ditën e djeshme shënohet një balans për 11 të plagosurve, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën, por një e moshuar ka pasur një djegje prej 15% të trupit. Janë përfshirë më shumë se 100 forca të zjarfiksit, 2 helikopter, forcat efektive, të cilët kanë tentuar të transportojnë drejt urgjencës personat që kanë qenë në panik, por dhe të moshuar në pamundësi për të lëvizur. Janë ndjekur 30 apartamente dhe po punohet për të zbardhur më tej arsye se si nisi ngjarja dhe ku. Ngjarja e së martës tek farmacia 10 ka ngritur pikpyetje serioze mbi sigurinë e ndërtimeve dhe përgjegjësitë konkrete. Zjarri ka rënë gjatë orëve të pasdites dhe sipas dëshmitarëve është përhapur me shpejtësi në fasadë. Banorët janë detyruar të dalin menjëherë nga banesat, ndërsa disa prej tyre nuk arritën të marrin as sendet bazë. Eri shpejt zjarfikse. Eri shpejt, eri shumë shpejt. Punuan goxha shpejt. Nga nisi zjarri? Nuk e di. Është shkallë. Po thjesht pash e filmova kaj, pastaj erdhi zjarfikse. Nga katet e para, nga bizneset? Nga poshtë. Nuk duket nga poshtë, dhe nga video duket ja. Duket nga video. Në mungesë të një reagimi të menjëhershëm institucional në fazën e parë, qytetarët e zonës janë angazhuar për të ndihmuar banorët e prekur, duke i strehuar përkohësisht në banesat e tyre njëjtë, sikurse rekomandoi disa orë pas zjarrit edhe prefekti i Tiranës. Po pra kam me motrën, ku e mora vesh më erdhi shumë keq. Fatkeqësi e madhe, dhe me materiale shumë. Motra ka shpëtuar se si ishte aty, ishte ke puna. Ku strehuar motra për momentin? Motra të vika unë tani. Se mëram. Ndërkohë një tjetër pjesë që po përmendet gjithnjë më shpesh lidhet me origjinën e zjarrit, i cili dyshohet se ka nisur nga ambientët e Big Market në katët e poshtme të pallatit. Për këtë rast është arrestuar dhe menaxherja e subjektit, ndërsa hetimet janë në vijim për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me një neglizhencë teknike, shkelje të rregullave të sigurisë apo një defekt të mundshëm elektrik. Megjithatë, deri në një konkluzion zyrtar, kjo mbetet një pjesë hetimore, ndërsa përgjegjësitë konkrete pritet të sqarohen nga ekspertiza përfundimtare. Gjithra qytetarë janë afruar pranë vendngjarjes, disa kishin familjarë në pallat, të tjerë ishin thjesht banorë të zonës së shqetësuar nga ajo që panë. E megjithatë banorët që panë tmerr me sy, teksa shkremboi gjithë investimi i tyre jetës, shaqin rezerva për mënyrën se si u menaxhuan nga autoritetet përkatëse kjo situatë emergjence. Një shoku tim që ka shtëpinë. Edhe ajo ta takoj se vjen shumë keq. Po në është një jetë edhe të arrish në këtë gjendje është fatkeqësi e jashtëzakonshme. Ngjarja rikthen në vëmendje një problem të përsëritur, standardet reale të ndërtimit në terren, kontrolli institucional gjatë dhe pas ndërtimit, si dhe siguria e materialeve të përdorura, sidomos në fasada. Nëse një pallat i ri përfshihet kaq shpejt nga flakët, atëherë çështja nuk është më vetëm incident, por sistem. Unë do ta mendoja që kjo do ishte më shumë një neglizhencë, do themi nga ana informacionit ose të mbuljes teknike për shkak të problematikës që mund pasonte, ose se tush të lënë mas mënjan edhe pse rasti foli vetëm. Por ja që këtu jemi dhe jemi para këtij fakti sot. Përgjegjësia nuk është e njëanshme, ka rol shteti për kontrollin, ka rol ndërtuesi për cilësinë dhe ka rol edhe për mënyrën si menaxhohet objekti. Por në fund dikush duhet të mbajë përgjegjësi konkrete. Ekspertët e fushës thonë se e gjitha kjo është një ngjarje paralajmëruar, ku ai pallat nuk është as i pari dhe as i fundit që ka një përbërje të tillë fasade. Ai sa mund të quaj pa frikë një minë me sahat, për aq kohë sa përshpejton procesin e zjarrit në mënyrë të frikshme. Unë do të sugjeroja që e mira është që të bëhet një audit i përgjithshëm i gjitha pallateve të ndërtuara me të tilla fasada. Janë shumë të nevojshme dhe si do të veprohet unë nuk e di, ndoshta një marrëveshje mes banorëve dhe ndërtuesit apo me financime siç bën bashkia me fond komuniteti, por që nëse ato përbëjnë rrezik, patjetër që masa e parë, minimumi duhet që të ndalohen me ligj të tilla fasada. Masa e parë, mos vazhdojnë më të ndërtohen të tilla. Dhe masa e dytë, e shpejt, duhet të testohen të gjitha këto pallate me të ndërtuara me këtë lloj strukture dhe me këtë lloj materiali ndërtimi, fasade. Kjo është shumë e nevojshme, mendoj. Dhe për këtë, ata që duhet të shqetësohen më shumë dhe të ushtrojnë presion, mos presin të jenë në jashtë, po të jenë brenda pallatit.
pra të jenë vetë banorët që me ndihmën e administratorit, përfaqësuesve të tyre të bordeve drejtuese kështu me radhë, të iniciojnë takime në për zyrat e bashkisë apo të institucioneve të tjera apo me ndërtuesin si të bashkëndojnë që këto fasada të zëvendësohen. Boll më sepse rreziku është evident. Mund të ketë, unë kam parë me sy të lirë shumë pallate të ndërtuara me këtë lloj strukture, nuk e di cilësinë e brendshme, ka shumë aludime, disa thonë që janë produkte të certifikuara nga institucionet europiane, që ky material nuk është nuk është problematik, është rezistent ndaj zjarrit, por fakti që ka ndodhur do të thotë që nuk është testuar siç duhet, ose është anashkaluar, është lënë pas dore, ka kaluar me një firmë nga përgjegjësit. Rëndësi ka që ndodhi, mos ndodhi më. Rasti Farmacia 10 nuk është izoluar në perceptimin e qytetarëve dhe specialistëve të fushës, ai shihet si një sinjal që kërkon hetim të plotë dhe përgjegjësi të qarta, sepse nëse këto raste kalojnë pa pasoja, atëherë rreziku mbetet i njëjtë e i përsëritshëm. Protokolli ndërtimit të fasadës fillon që nga projektimi i saj. Ku vetë projektuesi përcakton qartë elementet e ndërtimit të fasadës, duke përcaktuar edhe kodet për të cilat kjo fasadë duhet t'i rezistojë dhe t'i qëndrojë qoftë nga ana mekanike, statike, dinamike, po dhe antizjarr. Në funksion të këtyre rezultateve, të gjithë kompanitë e ndërtimit në bazë apo nën kontraktore që mund të jenë pas kompanisë kryesore, siç është ajo që ka dhënë ndërtimit, duhet të respektojnë pikërisht këto materiale, këto certifikate, karakteristika cilësie të cilat jipen që në projektim. Sot kemi një pallat të djegur, 71 apartamente të dëmtuara dhe 4 persona të arrestuar. Kompania Arlis Ndërtim thotë se nuk ka përgjegjësi, por do të rindërtojë fasadën. Kryeministri Edi Rama premton rindërtim të pjesshëm, ndërkohë që ndërtuesi është në kërkim. Por pyetja reale nuk është kush flet më shumë, por kush mban përgjegjësi, sepse fasada mund të rindërtohet, por brenda apartamenteve kush i paguan dëmet, mobiljet, pajisjet, jetesa e ndërprer? Sepse nëse askush nuk mban përgjegjësi, atëherë çfarë garancie kanë që kjo nuk do të ndodhë sërish? Mbi të gjitha, nëse sot flasim për këtë pallat pranë QSUT-s, me 10 pallate të tjera në Tiranë, kush po merret? A është kjo një zgjidhje apo është thjesht një reagim pas zjarrit? Sepse nëse përgjigjet mungojnë sot, atëherë rreziku mbetet edhe për nesër. Yeah.